Valdeta Rama, një emër shumë i njohur i futbollit shqiptar, është nga Mitrovica e Kosovës, por karrierën sportive të suksesshme e ka bërë kryesisht në Gjermani, por edhe në Spanjë. Është pjesë e ekipit spanjoll të veteranëve të Spanjës në futboll që luajnë përballë veteranëve të Vllaznisë në Shkodër. Valdeta Rama, mirë se erdhën në Shkodër. Mirë se gjeta, falënderit. Kënaqësi e veçantë që një pjesë e këtij delegacioni, një shqiptar i fushës, sepse është një shqiptar tjetër si Ardi, si Arden Marashi, që është organizator i këtij grupi, pra jeni dy shqiptar brenda këtij grupi. Si e pritet ftesën për të ardhur në Shkodër? Isha shumë i lumtur pasi edhe këta të Valladolidit ku kam qenë dhe kam luajtur atje, nuk e kam parë një kohë të gjatë dhe kur më pyetën isha shumë i lumtur dhe gëzohem që është e mundshme të bëhet kjo ndeshje dhe shpresojmë të jetë një ndeshje shumë e mirë. Në Shkodër keni ardhur edhe më herët patjetër? Në Shkodër kam ardhur, po nuk kam qenë këtu të vizitoj shumë, vetëm në stadion kemi qenë një herë me kombëtaren, kështu që gëzohem edhe që të shoh pak Shkodrën, më pëlqen shumë dhe jam shumë i lumtur. Diçka të veçantë nga karriera juve sportive, qoftë me klubet, por sidomos me kombëtaren, çfarë mbani mend si momentet më kulmore? Besoj loja parë për kombëtaren ka qenë diçka për mua e veçantë, pasi besoj që çdo lojtar ka ëndër të luajë për kombëtaren, kështu që normalisht edhe loja parë në Gjermani në Bundesliga, kështu që kanë qenë ëndra për mua të arrij të bona një lojtar profesionalist, kështu që jam shumë i lumtur që e kam arritur. Me që jemi në Shkodër dhe në Shqipëri, një përshtypje për kombëtaren fuqizit që po bën progres duke marrë pjesë në evente ndërkombëtare siç është Europiani. Po, është një diçka shumë e madhe, një event shumë i mirë, kështu që ju uroj një kampionat shumë të mirë. Besoj që kanë marrë edhe shumë njerëzit të vizitojnë Shqipërinë, kështu që është një diçka shumë e bukur dhe ju uroj gjithë të mira. Shqipëria është në prag të një ndeshje shumë delikate dhe shumë e përfolur, Shqipëri-Serbi, natyrisht që edhe ju e keni në vëmendje këtë takim, si e komentoni, si e parashikoni? Të thënë drejtën, ato janë mendimet ose që ka çdo kush i ka mendimet e ndryshme, kështu që për Shqipëria e ka bërë këtë vendim, kështu që të respektojmë dhe të urojmë gjitha të mira në këtë kampionat dhe besoj që është për Shqipërinë një event shumë i mirë pasi po vinë njerëzit nga gjithë bota të shkojnë ndeshjet dhe të janë në Shqipëri. Aktualisht Valdeta Rama, në çfarë është i angazhuar? Tashmë jeni shputur nga futbolli apo keni ndonjë kampionat në Gjermani? Unë pasi para 2 vite gjysmë kam lënë futbollin. Futbollin e luajtur në fushë, po nuk besoj se jeni larguar tërësisht nga futbolli. Luaj akoma pak një ligë Toni Kroos që ka hapur Icon League në Gjermani, kështu që edhe normalisht që mundon aty e kam përfunduar tani, e kam përfunduar në Shqipëri licencën B, edhe normalisht që kam mendimin në cilën drejtim do të shkoj, po akoma nuk e kam marrë një vendim të qartë. Ju sapo dolët nga një takim në Bashkinë e Shkodrës, se ju priti kryebashkiaku i Shkodrës përpara ndeshjes që do të luhet në darkë në stadiumin Loro Borisi, veteranët e Vllaznisë dhe veteranët e futbollit spanjoll. Unë thash jeni dy shqiptar, por duhet të theksuar jeni 3 shqiptar në përbërje të këtij delegacioni, kur kam parasysh që edhe gjyqtari kryesor i kësaj ndeshje, që është miratuar ta gjykojë ndeshjen në Loro Borisi, është një shkodrani i mirëfillt, një emër shumë i njohur si Alfred Pavaci, se ka pasur karrierë të suksesshme në Shqipëri, pastaj me shumë sukses në Greqi, me kolegjumin e Pireut dhe së fundi vazhdon të jetë aktiv në kolegjumin e Ferraras në Itali. Pra Alfred Pavaci është thirrur nga Italia për të gjykuar këtë ndeshje, ndoshta si një arbitër asnjanës. Jo, është e para që takoj, gëzohem shumë, është një kënaqësi dhe shpresoj që të kemi një ndeshje shumë të mirë bashkë me Alfred. Unë thash asnjanës duke pas paraqysh se Alfredi vjen nga Italia dhe luan në Shqipëria me Spanjën, por natyrisht se
pavarësisht që ndoshta mund të ketë emocione kur gjikon edhe veteranët e Vllaznisë që është rritur me këtë brez. Patjetër, po do t'ja falim. Isha në një intervistë ekskluzive me një emër të spikator të futbollit shqiptar, Vazdet Rama, i cili aktualisht është bërë pjesë e veteranëve të Spanjës, aty ku ka luajtur për shumë vite. Për të luajtur në Shkodër përballë veteranëve të Vllaznisë. Vazdet, faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi e veçantë për mua dhe për shikuesit e shumë të Veriu Sport, një portal që përcjell emocione, intervista dhe mjaft komente brenda dhe jashtë Shqipërisë. Suksese në takimin e mbrëmjes, veteranët e Vllaznisë dhe veteranët e Spanjës, por shpresojmë të mos e shënoni Shkodrës. Ta shikojmë, do të mundë. Respekte, Vazdet. Faleminderit, respekte.